Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falendrojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazhdojmë sonte inshallah me ajetet ku kemi mbetur të surës Ad-Dariyat. Kemi përmendur se Allahu te barekuhu në këtë sura betohet. Dhe betimi Allahut azza wa jall është i rëndësishëm për neve. Kemi thënë se Allahu xhallahu betohet për një ditë që të gjithë do të jemi të grumbulluar para Allahut më mënduar. Përmend Allahu përfundimet e njerëzve dhe përmend standardin mbi bazën të cilit njerëzit ndahen në të shpëtuar dhe në të humbur. Krahas kësaj, Allahu në këtë sura përmend një problem madhor, një pengesë serioze që njerëzit i pengon të rreshtohen si duhet. Kjo pengesë u aprish edhe kalkulimet njerëzve dhe shpeshherë si pasojë e kësaj pengese bëjnë kalkulime të gabuara. Dhe si pasojë të kalkulimeve të gabuara bëjnë edhe rreshtimet e gabuara. Andaj kjo sura është me të vërtetë një sure që përmban vetë në saj bazat e rëndësishme të formimit të besimtarit dhe të rreshtimit e tij ku duhet. Pastaj Allahu sjell edhe përfundimin e dy palëve me disa detaje, çka i pret mohuesit dhe çka i pret ata që kanë pranuar atë që Allahu ka zbritur dhe kanë qenë të bindur se ka marrë një ditë me dhonë llogari për Allahut mënduar për të ata që kanë bërë jetën e kësaj bote. Në këtë surë kemi përmendur se Allahu xhallahu ala përmend edhe betohet më shumë se një herë. Dhe kjo është nga specifikat e kësaj sureje. Allahu pasi që ka përmendur betimin, pasi që ka përmendur atë në çka i betohet, pasi që ka përmendur edhe ndarjen e njerëzve, dhe pse këta dështuan dhe pse këta shpëtuan, është rikthyer prapë në prezantimin e argumenteve. Pastaj ka thonë, në to ka argumente për ata që kërkojnë bindjen. Në ai që dënë mu bind, në to ka mjaft argumente. Mi pa që nuk dënë mu bind, edhe Allahu me izbrit nuk beson. Andaj Kurejshet gjithmonë kanë kërkuar argumente shtesë për te asaj që ka sjellë pejgamberi alayhi salatu wasalam. A ka qenë çështja e ndëlidur me argumentet apo me qasjen karshi argumenteve? Me qasjen. Prandaj Allahu te barekuhu këtu e përmirëson qasjen, nga sa argumenti ka mjaft. Prandaj Allahu te barekuhu sikurse e kemi përmendur thot: "Wa fil ardi ayatun lil muqinin." Në to ka argumente për ata që kërkojnë bindjen. Ai që dënë mu bind, s'kam bindje, në rregull, pranojmë këtë ndodh si i bindun, ja ku është pra mejdani që të mbush bindje. Ata që kërkojnë bindje e gjenë. Ata që kërkojnë argumente i gjenë. Ata që kërkojnë ikje nga përgjegjësia, jo që nuk e gjenë argumentet, sa ato janë mjaftueshëm. Mirë po ata i qasin argumenteve, qasje ndryshme, nga ato që kemi përmendur është edhe tallja. Tallën përmes argumente, kjo është argument që çka besoni e kështu me radhë. Ndërsa nëse ti kthehesh në atë çka beson, ajo është për mu tallë sinqerisht. Ajo është çesharake. Mirë po, mendjemëllësia tyne dhe tendence e vazhdueshme për mbetjen e përsi i bën që me i kompleksu, me i bë besimtar mundi inferior përmes talljes dhe ironisë. Kjo është loja e vjetër të vëllezër. Ka hmatshme. Prezantohet si ai kupton, ai din, ai është me palën e zhvilluar, po ju keni meta, po nëse e pranon këtë lojë, nuk ka argument që të nxirr nga
domthon humbja në këtë betejë. S'ka argument. Gas nuk është më loj argumentesh, nuk është më mejdan argumentesh, por është domthon betejë presioni, dominimi, e përsia. E shpesh e besimtarët nuk din me lujnë këto, nga se shpirti i pastër nuk i din këto hile. Andaj Allahu xhallahu ala ai demaskon dinat mos është për bindje ja argumentet. Nëse nuk doni me dal jashtë, domthon rrethit të juaj, ku më shku me ditë argumente, ku më kërkuat në përmallje për kodrina, o fi anfusikum afala tubsirun. Në vetën e juaj, hiç kërkon mos del. Shikoj vetën tonë të mjafton. Mjafton vetja njeriu argument për atë që Allahu po flet. Se ka di gjykimit, se ka llogaridhënie, Allahu xhallahu ala është i gjithdijshëm, është i gjithfuqishëm, e kështu me krejt to çka Allahu përmend fi anfusikum. Gjitha këto argumente janë të përlidhura në veten e juaj. Të ju është. Dhe këtu kemi thënë se ka shumë çka më thonë nga argumentet që realisht janë të përmbledhura në këtë krijesë të vogël, por shumë çuditshme. Një mrekulli me vërtet e madhe e Allahu te bareku teala, që Allahu azza xal me to e ka krijuar njeriu. Don sa don me fol për sistemin nervor, merr ndoshta me ligjërat apo funksionimin e gjymtyrave të caktuara, organ brendshme, funksionimi i dëgjimit, shikimit, gjitha këto janë argumente të mjaftueshme që realisht të bëjnë me u habit qysh ka mundësi tërë kësaj me i thonë rastësi. Është e çuditshme. Pra e të ndërëdhëzër nuk është çështje argumenti. Për argumente Allahut na këtë dojmë, por është çështje epshi, prandaj edhe kemi thënë, kur dikur gjitha këtu i lën për një epsh, për një përfitim të caktuar, apo padyshim se mallkimet që pastaj pasojnë janë mëse normale, mëse të natyrshme. Kemi thënë se Allahu xhallahu në këtë sure largon pengesën kryesore, e që është risku. Risku të vëllezër furnizimi me gjitha kuptimet e tij. Edhe risku, autoriteti si risk, edhe epshi, edhe aspekti material, gjitha këtu janë pengesë. Andaj shpesh në këtë sure e gjejmë që Allahu i kthej kësaj teme, duke e rregulluar qasjen e besimtarëve dhe njerëzve ka kësaj teme në mënyrë të duhur, që ajo të bëhet ndihmesë e mos bëhet pengesë. Allahu te barta nuk kërkon nga ne në këtë sure që ti kem dorë nga risku, nga s'është i kërkuar, dhe ne na duhet, por na mëson si me apo riskun ndihmesë për të besuar dhe jo pengesë në besim. Kjo është të vëllezër e mrekullueshme. Nga se këtë njerëzit në botë që nuk besojnë, nuk është për shkak të argumenteve, po për shkak të keqkuptimit të riskut material të dunjas që e kanë bërë pengesë e jo ndihmesë. Që ku është zgjidhja për njerëzimin? Andaj Allahu na mëson çysh me apo riskun ndihmesë dhe jo pengesë. Pastaj Allahu thot në Kur'an të ndërruar pas kësaj përmbledhje dhe këtij kthimi në argumente përsëri nga mëshira e Allahut azza xal, thot Allahu wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Në qiell është risku juaj. Po ju e merrni në tokë, por pe ku vjen? Pe qiell vjen. Gjithçka që ka në tokë realisht gjallëron dhe ekziston si pasojë e shkafit, e ujit. E uji për nga vjen pe qiellit Allah shën shiun atë. Pastaj domthon erna që fryn, pe i ka qenë Allahu azza xal. E shumë tjera caktime që vijnë. Çka komë ndodh, pe ka vijnë nga qielli. Gjithashtu të ndrozë dietarët e kanë përmendur se këtu Allahu ku thot u fis samai rizqukum. Risku që ju duhet juve është në qiell, është për qëllim dy lloje të riskut. Risku për shpirtin dhe risku për trupin. Risku për shpirtin shpallja është në qiell, vjen pe qielli. Prandaj ju e përdani këtë risk, por s'mund ta tërësoni nga se burimi nuk është në tokë, burimi është në qiell. I nuk mund me shtërnuar argumente Allahut azza. Mund t'i mohoni, mund t'i refuzoni, por nuk mund t'i shtrembnoni. Për shkak se burimin e ka ku në qiell. Dhe udhëzimin që Allahu ja sjell njerëzve nuk mund ta ndalni, nga se furnizimi për udhëzim vjen nga qielli, nuk vjen nga toka. Është jashtë kapacitet të juaj për menal.
Nuk mundi me ndal udhëzimin e Allahut azza xal. Allahu xhallahu ala uzon njerëz nga qielli, ai vendos dhe rreziku për udhëzim vjen nga qielli. A kanë pasur mundësi me anal Kur'anin? Ata kanë pasur mundësi me keq trajtu besimtarët që kanë besuar në Kur'an. Mi po ajeti ka filluar me zbrit. A ka mujt Kur'ani të Mekës me vendosur një pengesë mes qiellit dhe tokës ku nuk mundet me kalu Xhibrili, nuk mund marrë ajeti, s'ka mundësi marrë rrezikun tokë. Rrezikun e shpallës po e ndalim. A ka mësë me vendos sankcione besimtare që mos t'ju vije shpallje? Pa unë shmërt, s'ki mundësi, shumë i dapti për këtë, shumë i ladhti, nuk mundesh. O fisë sema, në qelë është ke punë, së në tokë ke punë, në tokë ka zbrit, po, në tokë bëhen betejat, në tokë bëhet pastaj fërkimet, bëhen pozënimet, rështimet, tokë është për këtë, është sprovë. Mirë po, bazën e këti rrezku e ka bërë Allah në qelë. Shpallja, ushqimi i zemrës, ushqimi i shpirt, ushqimi i mendjes, dhe gjithashtu edhe ushqimi i trupit, është në qelë. Dhe ushqimi me shpërblim, gjeneti ku është? është në bishta qetë në të zërën. Nuk mund është ti me anal t'i ku gjenetin. A e shika Allahu të barë këta të në vëzër si përmen, se risku, do mënë sa absurda është, kur risku furnizimi me kuptimit e ti, bëhet pengesë për besim. është absurde. është më të e panatyrshme, që risku që burim në ka të Allahu, apo me të pengu më këtë e ka Allahu. është e pamundshme. është veç kur ti se din ku e ka burimin kë risk. Kur ti ja dorëzon riskun tënë njërit në dorë. Po kjo është problemi joti. O më nuk ka në dorë njerëzve. Përndë aje që i bëni Allahut mëkat për shkak të ati që aje të Allahu është. Nësa njerëz i bëni Allahut mëkat për shkak të pasurisë, për shkak të autoritetit. I bëni Allahut gjuna, nuk besojnë, mohojnë, shtërnojnë argumentet, refuzojnë, mëkatojnë. Pse? Për çfarë arsye? Që ta kenë rrugën e hapur të shfryjes së epshëve të tyre. Në forma ndryshme. Allahu po ajo përcësim po mbëni gjuna mu. Te unë është. Prap. Sikur se ka thonë Fudhal ibn Iyad rahimullah, për ata që punojnë për sipërfaqe. Ka thonë oti që po i kërkon zemrat e njerëzve në dorën e atij që po i mëkaton janë. A vëllon, ti që po bën syfaqsi që më dosh njerëzit, ata me çka dojnë ata ty? Dojnë me zemër, po zemrat e tyne janë dorë atij që ti pi bën gjuna për shkak tyne. A ai normal, apo? Nëse dojnë me dosh njerëzit, duhet me qenë sinqert për Allahun xhallahu ala. Andaj edhe sikur të kishme qenë e mundshme, po them kushtimisht. Do të ishte më logjikshme që njëri me kon i sinqert me Allahun për me dosh njerëz, se syfaqsi me njerëz për me dosh njerëz, se kjo është e pakapshme. Nga se zemrat e njerëzve janë dorë të Allahut azh. Ai si ka dhënë. Prandaj ti po don mi bë mëkat Allahut xhalla xhelaluhu për me e shuzun japsh, që ata ku kemë shry për me shkafit, për me asaj që është dorë të Allahut azh. Po smunesh prapë. Prapë kimë marr çast të jap Allahu te bareku teala. Andaj kjo çështje është shumë e qartë, besimtarët kanë këtë punë të prerë. Rreziku dorë të Allahut azh. Nuk i mundësi me marr kurrë më tepër se që të kanë caktuar Allahu azh. Prandaj përzgjedhja e rrugëve është sprov. Po është sprov. Allahu xhallahu ka mundsuar që ato që ta ka caktuar me fitu, ti ta ka mundsuar me marr edhe me halal edhe me haram, për shkak se në dunjë je. Po, se para se kur ti beshi për shembull Allahu ta ka caktuar kaq me marr, edhe krejt rrugët e haramit që shpihen deri te marrja se që ka caktuar me konbyllura. Atë nuk ka sprov, atë s'ka largim. Dullnetshëm ka të imponuar, është normal atë. Andaj Allahu xhallahu mundsinë që me haram me fitu diçka e ka bërë sprov. Jo si mundsinë me fitu më shumë. Jo. Me haram ki me marr vetë sa ta ka caktuar. Të cilën me halal ke pas me marrë, ke marrë me haram. Por më jote që ti e ke marrë, për të thënë dunja i sprovom. Ama kur mos bëna se dikush ka mundësi me marrë me haram një cent më shumë se që kish pas mundësi marrë me halal. Kur? Do fisema, në qiell ke punë, në tokë ke punë. Në kondort njerëzve kjo çështje, risku kum ma tu adun. Edhe ajo që ju është premtuar juve, xheneti, xhenemi, bereqetin pasurinë se me halal e kështu me radhë.
Pastaj Allahu thot, fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun, betohem në Zotin e qiellit e tokës. Me të vërtetë ai është një e vërtet, sikur që është e vërtet që ju flisni. Për çka Allahu betohet? Shkoni të ndërlozën. Këto situata të fillojnë me konë shumë më serioze. Betimi Allahut xhallahu ala në këtë ajet është betim, domethënë, me më të lartën të mundshme. Fjala Rabb krejti përfshin. Është krijuesi. Apo se për shembull fjala Allah nuk përfshin krejt. Përfshin pjesën e adhurimit, po nuk përfshin pjesën e ekzistimit, krijimit, furnizimit, apo sikur të kish me betu Allahu xhallahu ala, fa wallahi, apo betim shumë i madh. Po megjithatë kishte më betu me një pjesë të caktuar që Allahut i takon, jo me krejt që Allahut i takon. E kur Allah betohet në Rabb, betohet në krejt që i takon. Edhe krijimi, edhe ekzistimi, edhe furnizimi, edhe jeta, edhe vdekja, edhe sundimi, edhe pushteti, krejt hyn te fjala Rabb. Në kuptimin e Allahut, që ka me Allahun xhallahu ala. Kuptimin e ekzistimit, qielli dhe toka, tjetër çka ka? Për të kësaj çka ka? Prandaj Allahu betohet në atë që tregon se ai krejti ka, betohet me atë që krejt çka ka. Çfarë do të thotë? Fa rabbis samai wal ard. Ju betohem në krijuesin, në sunduesin, në atë që në dorën e tij është qielli dhe toka. Innahu lahaq. Ai është e vërtetë. Kush është ai? Ç'ka përemri ai ku kthehet? Disa dietar kanë kthehet tek Kurani, kanë kthehet tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Disa kanë kthehet tek kushte risku, se për rrezik të folë Allah xhallahu ala. Po, o fi samai rizqukum. E kjo që po i them se në qiell risku juaj, s'ka kush ja merr, është hak betohet në Zotin e Madh. Subhanallahu. Mas kësaj prapë me pas hamendin rizk, e me shiku me buhile fetare, me fitu me haram, a ka kuptim? Innehu l'haq. Edhe innehu e ka kuptimin edhe, këtë përemri aj, këthejt e tek rinjallja, nga se Allah bëhet për rinjalljen. Bëhet për rinjalljen. Në Allah u gjellë po betohet në atë se, fakti që mohani rinjalljen, nuk pasoni Muhammedin sallallahu sallam, për shkak të riskut, ju betohem se gabim e keni. Nga se e vërteta është e kundërta. Pasimi i pejgamberit ju sjell bereqet, ju sjell pasuri, mundson shijim të këndshëm të riskut. Ju betohem për këtë, që ka Allahun që ka betohet. Dhe pastaj sjell dëshmi praktike për këtë vërtet. Mithla ma annakum tantiqun. Është domthon e vërtet, sikur që është e vërtet si ju flisni. Hajt fal. Si e mirë, a jetu fol vërtet po. Ju a jetu e fol të vërtetën. Pa jetu fol ti tamam po flet po. Çush po flet ti, çashtu edhe kjo që po flas është e vërtetë apo. Është betimi, dëshmia. Veshtë tu po e dëgjojnë. Për çka Allahu betohet? Innahu lahaq. Është e vërtetë ajo që po i thon për rrezikun, e për ringjalljen edhe për Kur'anin. Prandaj ka thonë nga beduinët kur kanë thënë kush e pas ka hidhnu gjithmadhërishmin që është betu për këtë. Çka shumë keni dyshim, shumë keni folë kja që Allah është betu që të rënë gjitha dilemat, të satë mund t'jenë arsyetim për të lërgu nga feja, ose nga udhëzimet, ose nga Muhammedi alayhi salatu wasalam. Të ndru dhezër, pas saj Allahu Azugjal, pas që përmend, do me thonë, regull, qysh duhet me konë, dikush mund thotë, sa i kjo, mirë që ashtu të, po, na emi njerëz, Allahu sjell shembuj. Gjithmonë Allahu sjell shembuj, që unë bi praktikisht dëshmit njerëzve, qysh e kanë kuptuar rrezikun, që unë bi dëshmit. E pastaj thotë, hel ataki hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin. Tash fillon me shembuj. Me shembuj praktik të Ibrahimit al-Sam, lut me popullin e vet, Adin, popullin e Hudit, e Thamudin, popullin e Saliut, e Nuhin al-Sam, Musa al-Sam, shembuj shumë, domthon të rrezikut. Qëta shembuj të vëllezër janë mrekullueshëm, sinqerisht.
janë mahnetës që ti ka përzgjedh Allahu te barekuhu teala për të sjellë si prova, si përvoja të popujve që kanë mohuar cili rrezik ka takuar. Na e morëm atje thamë se rreziku është disa lloje. Rreziku i udhëzimit, rreziku i kujdesit, rreziku i barkut, rreziku i mendjes, ka shumë lloje të rrezikut, të furnizimit apo. Tash Allah bën shembuj të njerëzve që kanë përzgjedh rrezikun me kuptim më gjithëpërfshirës, edhe ata që kanë përzgjedh rrezikun me kuptim më të ngushtë. Pasojat e kësaj përzgjedhje të qelluar dhe kësaj përzgjedhje të gabuar. Në esencë, kronologjikisht, është dashur me fillim me popën e Nuhit alayhisalam. Nuhi është i fundit në këtë radhitje. Ka filluar Allahu xhallahu ala me Ibrahimin alayhisalam. Pse me Ibrahimin alayhisalam të vëllazër? As kjo është e rastishme. Nuk është e rastishme. Dhe gjeni, domthonë këtë bukuri të këtij sqarimi që Allah ka bërë në surën Adh-Dhariyat. Ne të folë të ndërru vëllazër për dy çështje madhore. Dy çështje madhore që kjo sure, domethënë i përcjell tek zemra e njerëzve. I edukon dhe i formon mbi bazën e këtyre dy të vërtetave. E tash praktikisht rënjohëse e këtyre dy të vërtetave dhe jetësimi këtyre dy të vërtetave në jetë është tek Ibrahim alayhis salam. Sa të këto dy të vërteta? E para Allahu çka u betua? Atje. Wa inna ad-dina la waqi'. Dita e gjykimit ka më ndodhur, keni më ringjall. Allahu xhallahu ka më ringjall. Ata u tallën, e kur është e amu? Pa hajde më shpejt mo, jenë tallë, apo. Dhe çështja e dytë, rreziku. Frika nga rreziku, lakmia për rrezik ka bërë me mua. A janë këto dy të vërteta që sura Dhariyat domoni i rregullon dhe për to argumenton. E tash. Ibrahim alayhis salam është dëshmia e kësaj. Allahu sill dëshmitar për këtë. Për këtë që po flas, dëshmitare kam kanë. Jam mas pari kush të dëshmitar jam. Ibrahim alayhis salam. Këtu të Ibrahim alayhis salam të ndërlozë të Allahu xhallahu ala për një situatë shumë interesante, për një rast që i ka ndodhur Ibrahimit alayhis salam. Ibrahim alayhis salam ka qenë shumë njëri bujar, shumë njëri bëmirës. Madje ka ardhur në transmetime se i pari që e ka nderuar musafirin është Ibrahimi alayhis salam. Në historitë e njerëzimit. Çai bën këi pari që e ka nderuar musafirin, përpara s'ka pritur musafir? Jo, këtu daif në arabisht daif e ka kuptimin e të huajit, i cili vjen nga larg, s'ka vendbanim, s'ka shtëpi, e ti aqil derën atë. E përpara të ndërgozër, domthonë nderimi i njeriut ka qenë shumë i kufizuar. Edhe domthonë ka qenë shumë në distancë. I pari që ka qil derën, kush të vjen, hyn shtëpi Ibrahimit pa leje, pa termin, dera është qelë është Ibrahim alayhis salam. E ka qilë Allahu xhallahu këtë mundësi. E i kanar, Allahu thot, hel atake hadithu dajfi Ibrahim. Kjo fjole hel atake është domon për me e marrë vëmendjen, nga mirë, që kjo ras është këgja me nësiti me nguoptën. Pra e të ndërru dhe dhezër, ka disa raste, ka disa ajete, ka disa ngjarje, që duhen gjithmonë mi pas parasysh. Të duhen në situata të caktuara, që ky rast që tash po duhet, që ta dush me nguoptën. Sikurse për shembull në situata ndryshme të jetës. Por ka situata kur duhet emri i Allahut Ar-Razzaq. Me çfarë më dush më marr? Furnizuesi. Ka situata kur të duhet emri i Allahut për shembull Al-Ghaffar, që fal. Të duhet emri i Allahut xhallahu Al-Latif. Ka situata caktuara që ti kanë të duhet që të dush me pas parasysh. E në këtë situatë kur ti ballafaqohesh me mohues që tallen dhe që e shejtnojnë pasurinë dhe e adhurojnë autoritetin e pasurinë, të duhet shembull Ibrahim alayhis salam. Ibrahim alayhis salam është shembull për krejt. E ke pa nga se këtë e pretendojnë Ibrahim alayhis salam. Edhe musliman thonë Ibrahim alayhis salam është baba i pejgamberëve, edhe krishterët
edhe hebranjet, madje edhe Kurajsh të Mekës. Ka Ibrahim ja pra po ja obim shembullin që shkonaj. Pastaj Allah pranon këtu kur kanë hi, don daif kanë hi musafir, jo një, më shumë se një. Ibn Abbas ka përmendur se janë kon 3 radiallahu ta'ala anhu, dhe përmend se në me këta janë melajke, ka ardhur Gjibrili, Mikaili, edhe një tjetër nga melajket ka përmend Israfila apo dikush tjetër në bazë të transmetimeve, po kanë ardhur melajke të mëdhej në formë të djemë vetri te Ibrahimi alayhis salam. Ibrahimi nuk ka njoftë ato. Edhe Allahu po që të rast është mirë me mos përgjith. Nga ne tash nota. Tash ty nuk lidhet kjo mes betimit, mes mohimit, edhe mes një situate që do mosafiri ka prit Ibrahimi alayhis salam. Sot bashkë ashtu rastisht kjo punë. Allahu hal ataka hadithu. Atë ka arriti. E dinti rastin e Ibrahimit alayhis salam me musafir të nderuar. Pse të nderuar? Është përmend të nderuar pse i ka nderuar Ibrahimi alayhis salam. Allahu xhalla wala ka qenë dëshmitar se Ibrahimi alayhis salam i ka nderuar musafirt. Subhanallah. Dëshmitare ka Allahun se ka qenë mikpritës. E disa dietare kanë përmend se të nderuar domon nga Allahu xhalla wala i ka thënë melekët e nderuar tek Allahu me pozit te Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Idh dakhalu alayhi kur ka hyrë tek ai, do s'ka marriz. Pse? Pse Ibrahimi son s'ka dasht me kërkuiz, dera kon qel. Kush ka kalu ka hyrë te Ibrahimi son. Ka qenë i mirë pritur. E që si gostia s'ka bo kërkush, apo? Pa termin, pa prit, pa kurgja, çdo ko as pa ditë mazite, mas sabajt, mas akşamit, gjithmonë dera e Ibrahimit ka qenë qela. Gjithë. I dakhalu alayhi fa qalu salama. I than salam, selamu aleikum. Përshëndetje e Ibrahimit alayhis salam, këtë pejgamberve, fjala selamu aleikum. Qala salamun qaumun munkarun. Ai tha aleikum, edhe ai tha ja u ka kthy me selam. Dohon o ju të panjohur, munkarun, s'po i njoh kush jeni. Këtu të ndërvozë ka detajet ashtu që kanë të bëjnë me shumë tema. Një nga këto tema është mikpritja e musafirit. Bazat e mikpritjes së musafirit janë çto ajete. Qysh prit musafiri çto është. Po tema ende nuk është kjo. Më bëmu zgjeru në domthon komentin e ajeteve çysh prit musafiri na merr e na zhvendos nga rrjedha e temës tonë. Por këtu është baza. Ka filluar që nga selam me tregu se në çfarë niveli të elegancës së mikpritjes është Ibrahimi alayhis salam. Këtu këta melekun selamen me an me e apo ndërsa Ibrahimi ka selamun me un. A ka dallim? Por neve një tingull ma shumë ma pak, apo? Jo, në elegancë ka shumë. Nga se e dini të nërvozë, elegancë është në detaje, nuk është në sasit maja, apo? Elegancë është në detaje, në finesa, që atje është elegancë. Një shprehje pak ma dyshe, që shtë mi thonë të bëna ma, aje që është elegant, i një këtë sen është i kujdeshme edhe në detajet e detajeve. E Ibrahimi e samë, për me të regu, do më thonë, elegancën e ti, zotillëkën e ti në mikpritje, edhe në përshëndetje, ka të regu e përsi mi me lajke të pëtën. Se selamen me en, apo, do në është e ndëllin me veprim. Apo, do ne po të përshëndesim me selam. Kur themi na po të përshëndesim me selam, përshëndetje është folje, veprim. Apo, i cilë në kuptan, ndodhje, ngjarje në moment caktuar. Po të përshëndeti një herë. Ai bën tash unë selam gjithë ditën selam ja si bën. Të përshëndetem me selam në moment caktuar, në vend caktuar, në situatë caktuar. Çkaq e mjaftueshme. Ndërsa andaj kësaj i thonë fjali foliore, për shkak se do të mbi folje. Nusallimu alejke selamen. Na po të përshëndesim me selam. Ndërsa Ibrahim alayhis e ka kthy me fjali emrore, me selam. E fjalia emrore është më e fuqishme se fjalia foliore. Pse? Pse folja është veprim, nëse emri është status. Apo, dallon mi thon dikujt për shembull, mi thon dikujt ka dhon, kuptojm, edhe dhëns. Apo, ka dhon një herë, ama dhëns gjithë jep.
A kupton dallimin mes emrit dhe foljes? E këta thanë, nga ne ki selam tash. Ibrahim sa pe me keni gjithë selam ato. Unë më gjithë i paqes. Nuk di me çka keni ardhur, nuk i çfarë ti keni, ama pe unë pe me keni gjithë paqe. Që kjo është besimtari ato. Ka mund kërun. Tha, nuk po ju një, në kuptim, po s'pengon kemi mi u prit. S'pengon kemi u qeldera ato. Faraga ila ahlihi fa bi ijlin samin. Krasë përmend edhe në disa sure tjera. Thash, ka shumë detaje këtu, po veç po kaloj në për ajete. Faraga ila ahlihi. Raga, që ka shprehje që ka përdo Allah azza wajal. Edhe mënyrë si është treg Ibrahim nga mosafir. I ka rahatu mirë serët, salam, po ndallimin ulë mirë se keni ardhur. Edhe pa e vërtetë ta fare, ka dalë u largu pe ty në aftë. Ka shku tek se raga është dalje e fshehur, pa u vrejt. Shkoj tek familja vet, që me përgatitur ushqimin atë. Fa bi ijlin samin. Edhe erdh me një, me një veç të madh ato. Pa në të ndërnu dhe zëmë, qka më rëndësi me qka u ardhë ato? Qka më rëndësi qka ju ka qitë me hongër ato? A më rëndësi? Na thimi për shambull, së më rëndësi qka haj, më rëndësi përim, ja më rëndësi është e qka haj më. Në situatë është më rëndësi e qka haj më. Ti që shkanë, së më rëndësi, s'ba me u që që po qëtaj, normal se bëjerni është të të rifar ato. Po flasun e për atë që jepë, jo për atë që hanë, për atë që pratë, jo për atë që shkanë, apo kuptan? Të ashtu Allahu Gjellera po fletë për mikpritësin, jo për musafir e krytën, selam, ma u murvesh. Mikpritësin, wa gjai bi ijlin samin. Ibrahim e samë të nërëzër, po pratë musafir që nuk pinje, apo nuk pinje. Mirë, me u palon vësh uj, a i shkon nërë, po musafir në kalim, sa është vaktit rekës, uj për i dho, uj në të vaktit kënë këgja punë e madha, rreku. Me u pa dhonë me ongër qka ka qëllu. A kështë me konë nërë? Po, kështë me konë nërë. Pse është përmen vishjeve? Këtu është përmen semin i madhë. Ndërsa në surën Hud, apo në surën Safat, është përmen bi ijlin hanidh. Hanidh është kur pjekët mirë, e vjami i shkrim, i ndyra rrjedha. Në këtë konë që ka gjamire e kanë reqa. E ka përmen që ka pjekë. Pse? Të ndërënëzë për një arsye. Allahu alem. Në gëzëm thonë përqita. Allahu alem se ka përmenë, po na përlasim komente që ta mundësojnë ajete dhe kuptime e jetët. Për me të regu se Ibrahimi a.s. i ka gostit nga niveli i ti i mikpritjes, jo nga njohja musafirve. So më rëndësi kush jeni, më rëndësi është që shtu në pratë musafirat. E kuptut? Në besimtari ka standarde të elegancës, të mikpritjes, të bujarisë. Ata që vinë, kush janë të të shkartë, a mund që shtu nërë këto zbijun e pëta. E me pa qenë edhe, ata që kanë arë që një, kështë me qenë edhe pak ma shumë. Normal, ama, prandaj, Islami gjithmonë bjellë të këbesimtari bujarin. Bujarin, me konë bujar. E bujaria të ndërëvëzër, detyrimisht bënë me prit që shumë mas miri. Pavarësisht, ai që ka ardhë, a ki piti interes, a e një, së më rëndësi, kush jeti, në ke arë shpetem, jo unë sofertem, që shtu në dimet prit, në këtë zime pritëne. Që ka thonë Ibn Bareku, kërë ka thonë se grusa, po, i ka pare, një kjesë me parët, ka thonë plak, në në shkreti jetimeve, ka arë me li pare, me një mu jetimeve. E Ibn Bareku ka thonë një kjesë me ari aftë. Edhe ajo kërë ka thonë, o imam, ke ka bu, si duket qesën e trektis, që kemi pagu karavane, ma kjo dhe në mu gabim, e devatshme. Ka një, së është gabim, e di që atë më dhonë. Ka thonë nga se t'japëm me standardet tona, jo me standardet tua. Ande, a ki standardet një tona të qështë rënë t'ja, a kemi standardet vërë të qështë ata silën që është rënë, ja, besim të është elegant, ka zot një lak, nuk bjen nivelin ndryshme, nuk flet që ka flet dikush, nuk shtyje që shtyje dikush, unë kam standardet mija, kam elegancën teme, e kam formimin tem, e kam zot një lakën tem, unë zbim në banalitetin, nuk bi poshtë. Ibrahim e sanë, ka gostit qësh ajdin, që shtu diju një krypës aferë, me shku me therë një dash, me një veç edhe me ta gjithë për para. Nga se të karabët të ndërëvëzët për para, edhe sad e kanë këtë bujari,
o përpara ka qenë e njohur që mikpritja është shënuar me mish. No, kam prej mish. Jashtë taksoj se kanë llogarit mikpritje. E kanë llogarit kalimthi, ka kalu ama musafir më ardhëm. Se kanë llogarit jashtë therrjes apo. Jashtë therrjes. Dole ka therrë ka. Andaj edhe pejgamberi ka të sahabët, çka ka bë? Ka dole ka therrë. Me herë për to ka musafir ato. Dikur për para u konë qësët, njerës kanë therë, që kanë pas? Ama për musafin ka therë me shatë, bujaria. Pastaj Allah o thot, kër e kanë sirë këtë, fe karrebehu i lehim. Këtu ka shumë dobi, të edukatës, ka dalë, më shihra, se si ka ngushtua, ja u ka afru ushqimi vetë, karrebehu. Ska në që tu është, dilin këtë subhanje, ja u ka afru ushqimi. Edhe ata s'kanë marra, se me lajke, s'hajnë ata, me lajke nuk hajnë. Ka thonë, ela të e kulun, e shiko që farë elegancë. Ka thonë, a nuk pohanja? Në të kuptim, lejën e keni, unë e komplit. Ska thonë, për shambull, në i fjallë diqka që ka mundësi më thonë ato momente. Thonë, ela të e kulun, fe au gjese minë më khife, edhe u kaplu nga një droj. Këtë emocion brendshëm që ka pas frikë Ibrahim e pse e ka përmenë Allahu Azza wa Jall? Në të regu të ndërëzër se edhe pejgamberët e njerëz që t'jenë matë kapshën në ndjekin e shembu e tyna. Ibrahim e se më konë vjetër në transmitime, krejt transmitime që kanë ardhë nga israeliatët, nga transmitime djetarët të fësirë, këtë që ka thonë, Ibrahim e se në këtë mosh ka qenë asë një transmitim nuk është në 90 vjetë. 100, 115, 100. Aty t'i konë silën, po s'ka në plaku konë, i vjetër shumë konë. Ka pas shpe, në vaj që ka shërby, ka pas dikon djem, këta e në tre, ka pas të fort, diqka, të sështë në regullë. Prandaj, në situata caktuara të panjohra, me pas i farë droje, nuk është dopsim i imanit, i natyrshëm është, në kërë do frika i vonë, a ku e ki imanin? Imani është dikon tjetër, Allah zgjepë, është diqka e natyrshme që është normal me dalë dikush me thikë edhe mutut. A ne utute, hisë se kësha se kaderi Allah, sahi kaderi Allah, bëna ma, një loj frike është normale Allah. Se njëri e ata, nuk është aja që të duhet komplet më u zhvish nga aspekti njerëzor për shkak të imanit. Imani, po i kontrolon emocionet, reagimet, krejtën këtë rregull tu. Po një hisë e frikës bjen, një hisë e mërzisë e piklimit bjen, që ti muslimane pa piklosh. Normal Allah, mërzit në të kap stresi, normal janë këto. Nuk është normale me jetu me to, ato me dominu jetën, që këtë nuk është normale, për shkak se për dominim është besimi, mi po si reagim mental, për shkak të situatës saktore, normale është kjo punë, nuk është këtë diçka e pazakonshme. Andaj Ibrahim e son baba i tauhidit, ai që sutut në zjanë ku ka ra, ka thonë, fe au gjese minun khife. Në kapli fallaju, prika. Kalu, kër e kam pa me leka, ne të khaf, më stëtë. Ne të më stëtë, nuk ka rrezik. Edhe ka kuptu që me lajka. E më momenti ka në beshëru bi gulamin alim. Mirë të në lëzër. Allahu gjellë e patë për Ibrahim e sëmë. Po. Pse Ibrahim e sëmë shambull për rizkën? Për shkak se Ibrahim e sëmë të ndërëzër e kalon familjen, grune vetë, djallë vetë, me një login ku asni rrethon e mbjetisës nuk ka qenë prezent. Apo? Fi wadin gajri dhi zërë. O Allah më pëllohë familjen tek një vend, një lugin e shkret, as ka të mbjedhura, as ka uj. Që të e kumlon? Pse e kumlon? Pse e kumlon? Rabbena li ju qimu s-salah. O Allah që ta falë namazin. E që kjo mësimi suzariat, që të mësosh t'japë për përparësi besimit, namazit, Allahu të azogjel, risku pastaj vije. Ibrahim e sa me ka ditë që Allah s'ka më në me dekat aty, se ka pas, mirë po, është shambull se qysh, njeriu nuk duhet me elon namazit për shkak të punës, nuk duhet me elon besimi për shkak të autoritetit, e pushtetit, e tjerë nuk banë, nga se asë se mërë të asë ta. E shambull që i ka fitu të dyja të shkush, Ibrahim e Alisa. Shikoni të lëzër.
Apo. Prej atje ku e kalon familjen, ku s'ka pas ujë me pi, tek situata kur musafirëve, jabanxhive tuaj, që si një ju qëtë veç, a për këtë ishfat dalimi të situatës. Nëse veç ju ka qitë të panjuhërve, të njuhërve që ka ju ka qitë, veç që ka hongër vetë, e ka pasuru Allahu Azhjel, për autoritet, a ka më autoritet se Ibrahim e krejt fetet dunjas të thujnë që kjo është imami jonë, apo? Me qëka e ka po këtë punë? Me qëta që e ka lonë familjen, me këtë që ka bo sabër në caktimet e Allahut Azhjel, nuk është lkund në besim asnjëherë për kundër e thanëve sprove. Qëta është Ibrahim shembull për këtë punë? Qëta është? Fe beshëru bi gulamin alim, edhe e kam përzuar një djalë që ka me qenë i dishum, alim. Këto është fjala për kan Ishakun, për Ishakun. Nga se kër e ka përzuar për Ismailin që ka thonë, fe beshërnahu bi gulamin halim. Ati halim, këto alim. Ka dallim alim edhe halim. Halim është ai i cili domthon është i butë, i qetë, i përmbajtur. Që ashtu kur Ismaili s'është dashur ashtu me kon, apo. Alim i dishëm që ka dije Jakubi alayhis salam. Do mund Ishaku, pastaj edhe Jakubi alayhis salam. Allah xhela ka përgëzuar. Mirë, çështja e rrezikut e qartë. Ibrahim sa s'ka kalku musafir, besimi më thot me ndërum musafir e ka qit. Dhe e tjetër të ndërum është se a ka pas shenja që me pas ndonjë sebeb, a ka qenë aktiv që me pas Ibrahimi sa djalë? Në një sebeb, a ka qenë? Asnjë. Prandaj ka thonë Allahu fa aqbalat imra'atu fi sarratin fa sakkat wajhaha qalet ajuzun aqim. Edhe ka ardhur gruaja e tij Sara, fa aqbalat imra'atu fi sarratin, sarra me zo, çka bre? Se në më grua, e ka një vjetër, kur thmi s'ka pas, kënë ajuzën akim, edhe plak, por edhe sterile. Unë e kër e kom pas vakën me lindë, shumë kone e që lindi, jo tash në të qdi. Qka kjo fjallë? Qka kjo fjallë? Pse e ka prëmë këtë Allah, zërë? Të ndërëzër, ai që ka frikë Allah në të varë këtala, ai cili i njek udhëzimet e Allahut dhe e ka prioritet kënaqësinë e Allahut xhallahu ala, e furnizon Allahu xhallahu ala edhe atëherë kur asnjë sebeb nuk duket për marrë furnizimin. S'ka sebeb, pa sebeb, kun feyakun. Andaj ka thonë me lajket, qalu kadhalika qala rabbuk. Çfarë ka thonë Zoti? A do më shumë argument? Ka thonë Zoti, a u krye? A ka thonë Zoti? U krye. Ç'kjo familja e Ibrahimit alayhis salam. Çfarë ka thonë kush? Hajeri, a ka thonë Zoti, u kry. Edhe kjo, a ka thonë Zoti, u kry. Kalu, kedhalike kale rabbuki, innehu hua l-hakimu l-alim. Nga saj është i urtë i gjithdishmi. Zakonisht në jetë të ndëru dhezër, zakonisht në jetë, përmenet, el-alim el-hakim. Mas parë është el-alim el-hakim. Këtu karë el-hakim el-alim. Pse? Përshka këse e lipë situata. A është vonu fëmiju të Ibrahim e sëmë? Po, me që fëmi që e kepë 90 djepë, se kepë vërkon 50, hakim, unë e di pëse e kom vonu optën. Që ta karë mas pari, hakim e alim, i urti i cili e din, kur me adhonë robit aftën. Për e më sëgut, ty duket që ta ashtis me epë, tani mos në vynë, ku e din tja dynë masanej, nështë ta ma shumë dynë masanej. Andaj Allah Gjalloha në vones në fëmijut të Ibrahim e lësam, e ka përmen emnet i el-hakim, nga sa e është i urtë, a e din, a me të ebë kër i ki 20, a 70, a 90, a mos me të ebë heq, a e din, el-hakim, i urtë, i vendus gjënë vend vetë, edhe el-alim, i gjithishmë, e din që ki nevojtja, për këtë që zdina, e din se duhet, el-alim, e din, a ma dhja ti, është përpute me ursinë Allah të zgjërëve. Andaj, që risku, i ka ardhë, që kur i ka risku, në pleçni, a me i ka ardhë, edhe e ka gëzu, e ka jetu me ta, e ka pa të rrit. Ne Allah kur me ja kompenzuru, ja kompenzun kur a i dënë, ja kompenzun kur a i dënë. E ka unë Ibrahimit asëm në fëmijën ato. Kur o qesu situata, e kam përgëzu, e kam dënë qështu më radhë, që ka Allah, qështu, Ibrahimit asëm ka pas frikë Allahun, është rujt,
ka një kuzime të Allahu xhallahu ala, çka ka hub? Çka ka hub? Autoritet po, pasuni po, fëmijë po. Çka ka hub atë? Kur që situata, qala fama khatbukum ayuha al-mursalun. Çao puna juve që jeni o melek që ndërgova. Qalu inna ursina ila qaumin mujrimin. Tha na në esencë minis tek një popull kriminal. Populli Lut alayhis salam. Të kanë ndryshu natyrshmërinë njerëzore që Allah ka kryer njeriu natyrshëm me martu burri me gruan, ata fatkeqësisht janë martu me zvete të një lloji të një gjinie. Edhe këtu të ndërvëllazër duhet të populli Lut me dallu mes dy sene ato. Që njerëz kanë përzim. Ka dikush në aspektin gjenetik mund të ketë probleme këtë çështje. Ka anim, ka një të gjini. A është problem me pas anim? Nuk është problem, është provë. Duhet me bëj sabër. Kur është problem? Apo kur e bën aktin mbi bazën e animit. Nga sa di mashkull, a ka anim natyrshëm ka një femën? Po mi u përdi çdo animi që apo ata bëhet fesad në tokë, andaj a qortohet për anim apo qortohet për jetësim të animit? Cila kur bëhet krimi? Kur bëhet krimi atë? Prandaj të ndëllëzër, edhe Jusufi alayhis salam ka pas anim. Ka pas anim, po ka thonë ma'adallah, jo, unë kam frejtë e mia ata. Prandaj problemi nuk është tek animi që mund të trajtohet, mund të kurohet, tek mundi të bën sabër për këtë Allah është problem. Ka mundsi për shkak të kësaj sprove Allah që në xhenet. Ama problemi është kur tashmë i dorëzohet kësaj sprove, këtij animi, pastaj kalon veprim, çfarë bëhet krimi apo? Një sikurse edhe me gjinën e kundërta. Veç kjo është hala më e shëmtuar. Dhe Allah tha, këta ka qenë kriminal, pse? Pse këta e kanë legalizuar këtë, e kanë bërë normale këtë punë. Se kanë bërë si çështje, nuk ka rregull, hajde ta trajtojmë si shoqni, hajde që pejgamberin animon, ja s'kan dashur kështu. Ata e kanë bërë normale. Madje e kanë konsideruar reagimin e Lutit jo normal. E këtë qasë kaq agresive, kaq imponuese, Allah i ka unë krim. Mujrimin. Inna ursina ila qaumin mujrimin. Ne jemi dërguar te një popull që bën krime ato. Pse jemi dërguar atje? Me shku me bëhet me ta negociata çaftën, me polit. Ja, para të punë ku Luti. Ka marr fund kjo punë. Kur dërgohen me lajke të zgjidhur. S'ka më kthim rrafëm. S'ka më. Kur Allahu zbret me lajke në betejë të caktuara, s'ka më negociata. S'ka më kompromis. Nuk ka atë. Absolutisht. Për shkak se po ndodhi çka e pazakonshme. Linursila alehim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Allahu tha e kemi dërguar që të hedhim mbi ta gur min tin. Tin është baltë e pjekur që përpara kanë bëu tigullat besaj, që po tërbo dheu, balta është pjek në temperaturë nata, edhe është bëu tigull e fortë, e me çata më gjujta. Tek populli Lut asom të vëllezër kanë ardhur disa dënime. Një dënim ka ardhur se i ngrit. Një dënim është sajha, brit me madhe, i ka të merru. Një dënim është çka me gur. Cili është? Janë etapat dënimit apo. Don subhanallahu nuk e ndru me një, po me disa dënime, derisa në faros gjitha thon, asnjë sumetën. E këto Allahu flet për goditje me gur në formë të tjegullës, musawwama. Çka është musawwama? Musawwama të ndërvëllazër është diçka që është e shënuar. Për shembull, devet, lopt, apo kur i shënojnë, që janë të filonit, këtu janë për kurban, këtu i marrin shehca këtu i thonë musawwama. E gur çka janë kon? Thonë dietar e tefsirit, çdo tjegull ka qenë e shënuar emni, kë ka më godit edhe ku ka më godit. Sa shkëpun rastësisht Allah njëpër. Rastësisht nuk është. Edhe kjo risk. Allah ka që risk pejgamberin për udhëzim. Apo, se keni dash këtë risk, qysh vjen kafshata e gojës me emën e mbi emën, qysh vjen glënka e ujit me emën e mbi emën, qashtu vallahi vjen edhe dënimi me emën me mbi emën. Me emën, mirë të vendimi në qiell tek Allahu xhallahu, filon festekut për shkak se është kriminal,
për shkak se i keq i dëmshëm, ti shkon ky dënim në këtë vend me godit, kjo më ndodh atë. S'ka kjo rastisht, s'është kjo çështje. Mos po pështoj he. Allahu tregon, edhe kjo ka të bëjë me ditë gjykimit, apo. Nëse dënimi ka ndodhur kaq preciz dhe llogaritën për krimet ka qenë kaq precize në dunjë, çka të më për ahiret. Ata që si ka godit tjegulla, ku e shkuat ata? Ata kanë një tjegull tjetër që i prat ata. Ama s'ka mi shpëtu askush asaj që Allahu xhallahu ala ka caktuar për mjadonat. Musawwamatan. Ka qenë shënuar, emni mbi emni veni dhe pasojat që ka me ndodh nga goditja, derisa i ka shkatruar Allahu xhallahu të gjitha. Edhe pastaj Allahu fa akhrajna man kana fiha min almu'minin kama wajadna fiha ghayra baytin min almuslimin. Edhe shpëtuam ata që ishin besimtar. Edhe pse në esencë nuk gjetëm shtëpit muslimane për që të lutë Alisa. Këtu është përmen fjala mu'minin fillimisht, pastaj muslimin. Pse? A ka dallim? Ka dallim. Kur e përmen shpëtimin, e përmen imanin. E kur e përmen identifikimin, e përmen islamin. Çku është dallimi? Kur Allah azza fa akhrajna kemi nxirr, kemi shpëtu kanë. Veç kështu kon besimtar. Shikoni të vëzën, nuk kanë shpëtu pse në familja lutit. Me Allah kanë shpëtu, pse janë akrebat e lutit, pse janë fëmijët e lutit, kjo lidhje s'ka. Keni shpëtu pse jeni besimtar, për shkak të imanit. Dhe kjo është ai standardi që Allah ka për ta. Keni me shpëtu, keni me kalu mirë në llogaritje, keni me këtë për shkak të imanit, jo për shkak të priardhjes, jo për shkak të fuqisë, jo për shkak të autoritetit, veç për shkak të imanit. Andaj shpëtuan për shkak të imanit. Fema wajadna, edhe pse në esencë Allahu thot, në atë vend, shpi muslimane, pas kësaj nuk gjetëm. Pas shpi muslimane, pse muslimane? Për shkak në shpinë e lutë ka qenë gruaja e lutës. Esla ka qenë në tjashtëmën, nuk ka ushtirë si muslimane. Nësë në brendi ka qenë jo muslimane. Ka spionu. Pra të ndërvazë, ka mundësi kur në aspekt një ashtëm, ka mundësi vjen xhami, ka mundësi për shkak bën diçka, ama aktiviteti i është mi bëu dëm muslimanata. Forma të caktuara, apo me shpifje, me akuza, me trillime, me spionime të dëmshme kështu me radhë, edhe pse duken saf. Allahu thot, apo kur të vlerësojmë gjendjen, themi musliman, në tjashtme. Kur vjen koha me shpëtu, apo dahen palë pas të eptën. Ja. Po një më kënë safi më falë, sahi, po ma safi që ke bo eptën. Andaj nga në beti me një musliman po, gurja vetë në aspekt njërë ka qenë muslimane. Po ka qenë tradhare, ka qenë mashtruse. Prandaj esenca është me të brendshmën, me sinqeritetin, jo me kamuflimin dhe me tjashtëmën. Për shkak se këtu Allah shiko të ndëllëzën, nuk janë këtu emërtime që si njësi, janë me qëllim të përmena, me qëllim. Kër përmen shpin, po shpi muslimani, me bëjmë i mrena, selam aleikum, marhaba, mujtë e këtonë, musliman janë, apo. A kër janë puna, me u rreshtu, me u përcaktu, tani dalojnë, po, që ata që shka dalu atëre të kreshtimi, dalën të ekspërlimi, Dhe Allah tha, fema, të shpëtimi e ka përën imanin, dërsa tek identifikimi si shpi, e ka përën islamin. I ka dënu Allah azvel, dhe Allah tha, o të rekna fiha, ajeten, lilledhine, je khafun e l'adab e l'alim. Edhe lam pas vete, në dënim, argument me aftushën, për ata që, i druen dënimit, prap shika. Edhe këtu, ai që ka pregadit menshme, ai që ka frikë për Allah Gjellewala, merë mësim. Të tjeret e shëndrujnë në rëfim historik, në talje, në mohim, e ku e di tjera, gjithë kështë për veti. Ama ai që dënë argument që ti duhet Allah të azogjel për të kuptu se nuk është qështja me prejardhja, nuk është qështja me pretendime, po gruja e lutit e ka pësu, se s'ka qenë sinqert, që ka masaj. Andaj shiko, merë mësim, dhe refuzimi i argumenteve nuk është çështje thjesht, është çështje që sjell pasoja të mëdha të ndërruar vëllezëratën. Gjithashtu nga pastaj Allahu xhallahu ala sjell shembuj të tjerë e Allahu thot
o fi Thamuda. Para kësaj, po më falë se ka luaj të. O fi Musa. Musa se Allah xhallahu argumentat. Cilën pjesë e sjell Musa të sa? E sjell kur e ka ofruar faraonit. Nëse këtu kemi të bëjmë me ofrim të udhëzimit dhe refuzim të udhëzimit dhe arsye pse u refuzua udhëzimi dhe pasojat e refuzimit të udhëzimit. Çi kjo është? E pa popullin e lutë son pse refuzuan? Për epsh. Veç për epsh, para në për një epsh të dytë. Për një manifestim jo njerëzor, refuzuan udhëzimin e Allah xhallahu ala. E po atëherë. Ja pra, merreni mësim nga përvoja popullit të lutë sa popull mohues dhe i shënuar. Wa fi Musa, e tek Musa sa, çka ka te Musa sa? Id arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin. E dërguam tek faraoni me argument qartë. Argument edhe të prekshëm lëndor, po edhe kuptimor, argumente. Shkopi apo dora, gjitha këto argumente, pastaj ka pas tjera argumente. 9 argumente Allah e ka quaftë. Ka pas probleme të shumta, sprova, thatësi, vartësi. Ja u ka ndrua Allahu xhallahu ala me duan e Musait asam argument, prap ka mohu. I kam poshtë magjistarët, prap ka mohu. Çka tash? Pse i ka mohu këto? Ku është mbështet? Dikurët, e ku mbështeten këta që mohojnë? E ku mbështetet kjo që thotë kështu? Ku mbështetet? Kjo është mentalitet Firauni ka. Kur refuzohet argumenti, e mbështet njeriu në potencialin e tij intelektual, në material, autoritet e kështu me radhë. Allahu xhallahu thot: "Fatawalla bi ruknihi." Domthon, faraoni u shmang nga besimi, nga udhëzimi, pse bi ruknihi. Rukn këtu është forca. Unë kam ushtrin. Unë ton këtë poshtet, ton këtë ushtrim me të mbuty. Ja, je normal. Mirë Allah, ti pse ki pushtet e pse ki ushtri, kjo çat pengon me Musa sa. Musa s'po thot le pushtetin, apo edhe hajde ruaj delet në sketinë atje, ndash me kombëslimtar. Atë ka thonë shumë Musa sa? Jo. Cili kanë qenë çmimi i besimit për faraonin apo? Sa është dashur me pagu faraoni çmimin e besimit? Sa? Me çka do të më pagu? Me hik nur gazullumit. Çka? Mos i shtyp ben Israel. Mos thuaj që je Zoti. Çka çmim? S'ka qenë çmim me hik dur nga autoriteti. Prapë shemit kryetar, prapë shemit i pari. Por jo me arrogancën tonë, jo me dhunën tonë. Mrena kufive njerëzor si shëptori i popullit tanë që Allah me shpërblesur. Çka aq po? Çka ka këtu të keq atë? Kështu jo. Unë më shërbej jo, ata më shërbejnë. Ata më madhrojnë. Kjo është arroganca e epshit. Çka është arroganca e epshit? E për arrogancë ka dorë me dorë. Fatawalla bi ruknihi. Edhe u mbështet tek forca e tij. Edhe kur mbështet atje, e këto argumente, këto nal sero kjo. Kaç? Kallaja apo? Kjo magji. Kjo është e rrezikshme. Kjo është ekstreme. Kjo është kallaja apo? Nga se mbështetet në forcën që ka. Kjo është mentaliteti i hershëm, domethënë. Dikush mbështet në forcën e medias për me shpif. Atë po shpifëm, çka kam na bë? Ne kena media në dorë, ne kena këtu në dorë, edhe me dashmë që sot që ashtu, ku kanë me thonë ata aftë. Të vëllezër, dunja e përfundon. E Allahu xhallahu ala çka tha? Shikojnë çka i tha faraonit apo? I tha Musait sahirun aw majnun, që është ja i prekun për gjendve, sihr, ja është i çmendur. Njërin ky ka lut kë. Qysh ky guxon me thon faraonit beson Zotin. Para. E për këtë Allah çka thot fa akhadnahu wa junuda. E kapëm ato, e kapëm apo. Edhe këj qatë forcë që mbështet në taj, fa nabadhnahu. Nabdh të nëzër është e hodhëm, e gjytëm, do të si diçka si leck fil jem në deti vë hua mulim. Edhe u shkatrua, i qërtuar e i shalë. Për në të nëzër, dikush sakrifikan, po mbetet faqeban, e dikush e hum pushtetin, autoritetin, e mbetet i shalë. Për në të dyjet, as dënja, as ahiret, vë hua mulim, edhe i qërtum, edhe i shkatrum, të dyjet, të Allahu Gjello përnojë qëllimisht se u shkatrua pikrisht, bashkë me forcën që në te ka logarit.
Kjo llogaritë se mundesh me refuzu të vërtetën, me i shtyp njerëzit për shkak se i fort, e me qatë fort që kjo llogaritë me i shtyp kanë me shkatrua ata. Kjo është përfund, kjo proj, që çdo kush që ka mentalitet firaonik, që do me imponu mendime, me imponu mënyrë të caktuar të menduarit, me imponu çështje të caktuara në dëm të së vërtetës, në dëm të argumenteve, në dëm të fakteve, ka me përfundu shumë keq. Edhe edhe me këtë aq që ka llogarit se ka mundësi me mbështet në misionet i famkeq për shpifje, njëllosje dhe dëmtim. Ka me përfundu keq. Për shkak se Allah nuk lën askush që pafundësisht me shtyp, me rrëfy rajshëm në dëm të së vërtetës edhe me tu këndshëm. E pamundshme është. Ka një fat caktuar, El Hakim e din kur është fundi, mi po ka me pas një fund patjetër atë. Pasi Allah tha wa fi Adin idh arsalna alayhim ar-riha al-aqim, çashtu keni mësim tek Adi. Adi populli i kujna Hud alayhis salam. Tan kushët në forcën atë. Kjo që këna bona, sa të fortë janë. Allah aty ne i dërguam një erë. Faraoni e pat risk kënë? Deti. E mytë Allah me deti. Risk, vëzë me pas risk që mi të lëndran, e knaqet, e pat risk me mytë deti. Risk. Ata vëzë mi pas tjegullat që ndërtojnë, e jetojnë mirë, e pat risk me mytë zotin me to. Risk, edhe kjo risk edhe e risk është. Me të kime zgjitë, qysh kime marrë dhe ka komentarë dhe. Adi pa të rëskën erën. Era që Allah betunte, apo? Ajo era që Allah betunte nuk është era. Ajo është era e mirë. Ajo është era produktive, që vjen i lëviz ratë, e lëviz farat, e bën bjellje produktive. Jo, pëtën. Allah thot, idh arsalna alayhim ar-riha al-aqim. Ta ata kemi dërguar një erë të thatë. Çka i bën e thatë? Jo produktive. Veç një mision e ka pas, me shkatrua. Kur fa mision të të skapë? Subhanallah. Ndaj të ndërëzë, Allahu Gjelle Vala ka mundësi me një erë, apo dikon me nderu, e dikon me shkatru. Ose përzim punë të Allahu të Gjelle, a i përdor këdan. Era e ka shërit Sulejmani asëm ka kada është, kë era e ka shkatru popë në Adit. I shkatru Allahu të Gjelle, i shkatru. Pastaj, Allahu tha, ma të dhëru me i shejin, ku ka prej ka erë, nuk kalon mati më kërgjë. Illa gjallet kërremim, e këti ka bo, si remim është, ashti kur kalbët, si të softinat braktisura, që është i ka bo era, përëndëni. Erë që ka shkatru gjithëshja, riha al-aqim. Ka arë në ajet e tjera, në si kërësën në hud, ata ka mënu që, hada aridun mumtiruna. Po vjen kërë, e këta shë i bjen ratë, e bjen shia, e që aty ku kam pritë shia, një ka ardhë, dënimi Allah të azogjen. E të ndërëzër, këtu e në rëfime dëvërteta, ligjet Allah të azogjen që nuk ndryshojnë, manifestojnë në forma ndryshme, është të vërtet. Po këtu mbeten, të pa ndryshushme, kjo është Allah të barë këtale, kjo është të vërteta. Për e Allah po thotë, era është risk, po letjet për ty që të bjen shio që të dënën. Andaj, fitoje me halal, beson Allah unë gjëlle uala dhe fita, kaq, nuk është çmimi i besimit thjesht i varfër, nuk është çmimi i besimit thjesht i përvojtur, nuk ka çmim. Jo. Çmimi i besimit është të jesh i ndershëm, kaq. Të jesh fisnik, të jesh bujar, të jesh i mirë. Ç'ka është çmimi i besimit? A është çmim që i vlen me paguam apo s'e vlen me paguam ata? Prandaj Allahu xhallahu çfarë bën? Aja që është kërkuar nga lutja sa çfarë kërkuar? Allah s'u ka kërkuar aty në atë çka? Jo duni këtë parë që keni më dhënë lutja sa. Apo a ka lyp? Jo, ka thonë mos bëni punë pista, kaq. A ka lyp diçka jashtë normales? Çka ka lyp te Musa te faraoni? Kush jeti me hunë Jezusi? Kush jeti? Kush jeti? Ja unim, a ne qatë të shumë kush je pra? Kaq? E besimi ka me pru gjithë në vend vetë, me jadhon gjithë kuta që meritan, edhe adi që ashtot. Pas dhe Allah të vardë tha, kredi ka shotruar. O fi themude, edhe themude që ashtot, idhë kire të met të uhat të hin. Allah të themude që ka po? Jo e dëmna një deve me dojë pigurit. Qka ko lidhje besimi këtë punë Allah? Jo në dëmë, ani, dul devja, e mytën devën. E Allah tha,
fatamattu hatta hin. E po, ernani do ditë pak. Do ditë i keni mërnu pak. Ka marrë fund mo. Kjo është të nëruzër, kur kalot kufini, kur njëre të prënë në arrogant me një mëllësi, ditë i kotë në mrume. Wallahi ditë i kotë në mrume. Jasë nuk. Që gjunahu, mohimi, që kjo të lërot, dunja është e titë kjo. Elen Allah gjellë mërnu. Kur kalon në arrogancë, në dhunë, në shtypje, në presion, në imponim, kur shtu kalon, ditë i kotë në mrume. Allahu e nëzori devën nga guri, nuk besun. Allahu su i tha, kom i shkatru. Jo, ani, rënani. Mos e ngos një argumentin tash, lene gjallë. Pa aty një pengoj kemi këtë argumentin gjallë, normal. Se njerës besojnë, tentun me fik argument, kur prek në argumente, edhe kur do në që është bërimi besimit e uzimit, ti do në me fik, të mytë Allahu Azu Gjellar. Mos e prek argumentin. Ti s'do me besu, vazhdo udhën tone. Vazhdo udhën tone. Ama me tentu ti, njëtë me imponu, me shtremblim të argumentit, me humbje të argumentit, me fshije të argumentit, të uzimit të besimit, pse ki pushtet, autoritet e pasuri, ja, dit i kitë nëmëru më. Qështu, që kjo përvoja me këta popuj? E qysh Allahu Gjellera u andalan, ajet e në masmire. Pastaj Allahu Gjellera tha, fa ateu an emi rabbihim, u të regun arrogant dhe uzimit Allah, që ka, na i dalim për para, qatë dur bëna, na i na për para, po, e Allahu që ka, atër Allah tha, fa akhadet musa i katu hamin ndurun, e Allah i godit me një rëfe, pe i qilet një u kon, edhe i ka të merute të gjithëm. Fe me statoh min qiyamin, wa ma kane mund të sirin. Nuk patë mund si mu qunë komo. Kur të godet Allah njerës në qorë, komo vëllë, kura për. Edhe ishin ata që humbën aftën. Edhe Allah tha, wa qaume Nuhin min qabl. Qështu kone Nuhi. Shika Allah që ka patë. Epse ka distanca kohore të mëja me syne. Dallime geografike, historike, ka të mëja. Një regull është, një ligj është. E po, që funksionon mbi njerëzit. Edhe të besimtarët, edhe të këmuzit. Merresim nga këtu përvoja. Nuk është katrull Themudi, pse Themud? Pse Ad, ja. Allah që ka thot? O qaume Nuhin min qabl. Qështu ka qenë puna dhe me popën e Nuhit alisa. Innum kanu qaumen fasiqin, edhe ta u shkatruan nga se ishin popull fasik. Fasik çka është? Fisk është kur diçka shkputet nga baza. Çka është fisk? Fisk është ndalje nga normaleja. Çka është fisk? E fisku këtu është fisk i madh, ka bëj me mosbesimin, me mohimin. Dolen nga normalja, dolen nga e natyrshmëja. Mohuan argumentet dhe e pa çka i ka gjetur. Prandaj gjitha këtu Allahu xhallahu i përmend të rrugëzor që të marrim në mësim edhe argument, edhe nga argumentet e shkruara teorike, por nga këto praktike, se ai që ka besu i ka në përgëzimet, ai që ka përgëzu, ai që ka besu i ka në lehtësimet, e pat Ibrahimin e pat shpëtimin e lutjes së mes në këtë atyne, Allah e ka shpëtuar. Ai e shpëton me bazë në besimit tonë. Ndërsa kur njerëzit mohojnë, dhe kur mohimi shndon në arrogancë, në dhunë, në mendjemallësi, në imponim, atë rritjen në mëruara. Qysh Allahu i ndalon, ai e din. Këto Allah ka përmend në mënyra ndryshme, apo dikon e ka ndonë me këtë, dikon e ka ndonë me këtë, ai e din. Jo, patjetër ligj i Allahut në tokë që arrogantëve ka më dal përpara ata. Shtypësve, dhunuesve, ka më dal përpara ata. Keqpërdruesve, mashtruesve, gënjeshtarëve, ka më dal përpara ata. Patjetër, ligji i Allahut është xhalla xhelalu. Ai e din çu u bën, ai e din. E po nuk bën me kon arrogancë aty në pengesë për një prodhim. E as risku. Këtë Allah po të më thonë. Pengesa që ju i keni këtë dunja, unë po ju largoj me këto mësime, edhe risku, edhe presioni, edhe mashtrimet, edhe talljet, lani anash. Vazhdoni rrugtimin e besimit. Allahu te barë merr përsipër mi urujt e mi u shpëtu. Ndërsa tjerëve e din Allahu që është merr hak në mashtrues e në zullumqar e në njerëz don keqbërës e të lik. Allah në rrit peshirë ty në. Këtu Allahu xhallahu ta ndodh përfundon këtë pjesë të shembullit, pastaj vazhdon pjesa përmbylljes së surës Adhariyat, që është realisht edhe përmbyllja e surës Adhariyat me qëllimin e kësaj. Keq ka masoj na çka do të marrim sim, praktikisht vazhdon që të drejtohet në fundin e surës Adhariyat. Allahu na ruaj nga sherrri i njerëzve të lik. Allahu na ruaj nga hidhnimi i Allahut, nga dënimi i Allahut xhallahu ala. Na mëson Allah që të besojmë drejt
dhe çdo pengesë që mund të jetë në rrugën e besimit, Allahu na e largon e na ndihmon që ta tejkalojmë e të vazhdojmë tutje në ngritje me besim e adhurim e përkushtim te Allahu xhallahu ala, por edhe me bamirësi ndaj njerëzve, sikurse ishte Ibrahim alayhis salam edhe pejgamberët e tjerë. Kaq për këtë pjesë, Zoti ju shpëlbej. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kathir.